Dhe një farë forme, para hatit nuk është se ka pas shumë influencera, goca me shamia, së më ke pas shumë pak. Dhe ti për shembull ndihesh që, okay, hati mori që të popularitet, historitë e veta, e qau marketingu na e muhabeti saj. A ndihesh sikur pas hati, domethënë, sikur morët jo zemër në sensin e shëmtuar të gjës, po sikur ishte më komode dhe më të lirshme për të dalë dhe për ta bërë, se ju dha një farë shembulli ose ishte një farë iniciatore për këtë gjë që dhe ju, si gjithë vajzat e tjera, mund dilni lirshëm rrjete sociale. Shiko, unë personalisht, domethënë nuk bëj dot relate te kjo pjesë, sepse unë kam qenë gjithmonë në rrjete sociale, thjesht jo në TikTok, kam qenë gjithmonë në Instagram, kam postuar gjithmonë që e vogël. E kam pas kështu si pasion, të bëja foto të bukura, ti postoja dhe nuk është se ka qenë, unë kisha frikë dhe doli hati e bëri dhe unë mora zemër. Por mendoj që ndoshta për influencerët të tjerë ajo mund ta ketë thyer akullin sigurisht, sepse ajo ishte e para që e provoi diçka të tillë, bëri atë namin, domethënë, akoma vazhdon të bëj namin dhe ndoshta ka qenë i ka dhënë zemër dhe ka motivuar shumë goca të tjera, por personalisht mua jo, sepse unë nuk është se kisha frikë, e kupton? Po, ti thjesht për prisje momentin. Tash mora zemër dhe faleminderit që, domethënë, shoqyr që doli që e bëri dikush dhe të vazhdojmë edhe të tjerat.